Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka deklaruar se çdo përpjekje për të ndryshuar me forcë regjimin e Iran është e papranueshme dhe se një atentat ndaj udhëheqësit suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei do cilëte pasoja të rënda për rajonin dhe më gjerë. Duke folur për Sky News, Peskov theksoi se nëse Izraeli do të kryente vrasjen e Khameneit me ndihmën e Shteteve të Bashkuara, reagimi i Rusisë do të ishte shumë negativ. Ne definitivisht nuk do ta miratonim këtë. Ndryshimi i regjimit në Iran është i paimagjinueshëm dhe duhet të jetë i papranueshëm për çdo që flet për të, tha Peskov. Ai paralajmëroi gjithashtu se një akt i tillë do të shkaktonte rritje të ekstremizmit brenda Iranit, duke shtuar se vrasja e liderit iranian do të hapte kutinë e Pandorës. Megjithëse nuk dha detaje konkrete mbi masat që Rusia do të ndërmerrte në një skenar të tillë, Peskov u shpreh prerë se përfshirja e vendeve të tjera në konfliktin Iran-Izrael do të çonte në një përshkallëzim të mëtejshëm rajonal, duke nisur një cikël të ri lufte në lindjen e mesme.